Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Përparësitë e përkushtimit ndaj Zotit. Kështu pra unë ju këshilloj të keni droj nga Zoti që ju krijoi për herë të parë, se tek ai është rikthimi juaj, me ata arrihet suksesi qëllimeve tuaja, tek ai përfundojnë të gjitha dëshirat tuaja, drejti shpije rruga juaj e së drejtës dhe ati është streha e mbrojtja juaj në rast frike dhe rreziku. Sigurisht frika nga Zoti është ilaçi vetëm për zemrat tuaja, sy për shpirtin tuaj të verbër, kur për shërimin e trupit tuaj, sprapësisë së keqes, në gjoksin tuaj, spastruesin ndotjeve nga mendja juaj, drita për errësirën e syve tuaj, ngushëllimi për ankthin e zemrës suaj dhe ndriçimi për mugëtirën e padijes suaj. Prandaj bëjeni bindje ndaj Zotit të rrugën e jetës suaj e jo vetëm mbulesën tuaj të jashtme, bëjeni thelb të qenies suaj dhe futeni drejtë në zemër, përmes brinjeve tuaja në vend që ta përdorni si fasadë qoftë edhe të bukur, bëjeni udhëheqje për të gjitha punët tuaja vend të hijeshuar ku të fusni kokën në ditën e gjykimit, ndërmjetës për arritjen e qëllimeve tuaja, strehim për ditën e maktit tuaj, llambë për brendësinë e varreve tuaja, shoqëri për vetmin tuaj të gjatë, si dhe çlirim nga mundimet në banesën tuaj të përkohshme. Natyrisht bindja ndaj Zotit është mbrojtje kundër fatkeqësive që ju qarkojnë, kundër rreziqeve të pritshme dhe kundër flakëve të zjarrit përvolues. Halle të rinë larg atij që ja ka frikën Zotit, ndërkohë që më parë kishte fare pranë, punët i shkojnë mbroth, pas një përvoje të hidhur, vuajtjet e brengat i sprapsen pasi e mbërthyen pa rrugdalje, vështirësitë i lehtësohen pasi e kishin vënë poshtë sa më parë, bujaria i vjen nga çdo anë si shi i butë e jetë dhënës, pas një thatësire vdekjeprurse. Mëshira i hidhet në krah pasi kishte ndenjur tërhequr, favorit e Zotit i zën derën, pasi ishin mohuar dhe i zbresin bekime të bollshme. Pasi kishin qenë pak ca më parë. Pra adhuroni Zotin që ju sjell të mira me këshillën e tij të mirë, ju predikon përmes profetit të tij dhe ju bën të ndiheni të detyruar ndaj favoreve të tij. Përkushtojani veten tuaj shërbimin ndaj tij dhe shlyejani detyrimin e bindjes.